Profesor Llazani është ndruhet në spektakël sot kryesfidën e javës klasikën Vllaznia Tirana. Urime për fitoren. Faleminderit shumë. E merituar sipas jush sepse publiku ju do artërpiti shumë. Mendoj në radhë parë herë duhet me falenderu publikun sonte sepse na kanë dhënë një shtys të papamë djemve dhe u kriju një atmosferë jashtëzakonshme sonte në sallë. Jam shumë falenderues për gjithë nga zemra, çka kanë ardhur sot me na mbështet. Ka një neshje shumë e vështirë për ne, sepse pa fillu akoma neshja, kena pas presionet pa nevojshme që nuk i shoft arsyeshme sepse ne nuk kena kanë asnjëherë problem në asnjë moment. Sollën i hoqën gjyqtarët tonë të tavolinës nga tavolina e gjyqtarisë edhe sollën gjyqtar nga Tirana, gjatë që s'ka bë vaki. Ne kur shkojmë në Tiranë nuk i marrim gjyqtarët tonë me vete te tavolina e Tiranës. Edhe pse kena pas gjithmonë probleme aty në alesat shumëta, ne nuk i bëjmë të punë edhe nuk i pretendojmë të punë, edhe më duket absurde si ka mundësi një ekip tjetër me aleju që të nollin këto gjëra. Ka shkuar tek tavolina e gjyqtarisë, si u zgjidh problemi me patet një deklaratë publike? Problem nuk kishte realisht, sepse ne e kena 24 sekondëshin, siç e kanë edhe shumë ekipe tjera që marrin pjesë rregullisht në kampionatin shqiptar. Ne kena dy sisteme, një me të qintat e sekondave dhe një pa të qintat e sekondave. Sot përdorëm atë që është pa të qintat e sekondave, gjë që e bëjnë edhe ekipet e tjera, si Teuta, si Pogradeci, si Korça, si Kamza, si Pallati i Sportit Aslan Rusi, ku luan Partizani gjithashtu edhe Beslidja. Kështu që pretendimet e tyre ishin absurde, ato nuk doshin me luajt sot. Në deklaratë duke i shprehur që edhe kombëtarja e Shqipërisë ka luajtur me këtë pajisje? Më duken pretendime absurde në opinionin tim, thjesht për të nxit sherr, për të nxit situatat pa nevojshme që nuk kanë pse me ekzistu. Me pak fjalë doshin me ardhmë na vu kamp të kryen shtëpitë tonë. Është situatë absurde, megjithatë ja dolëm, erdhën tu u ravit edhe tu u ravit po shkojnë në shtëpi. Arma më e fortë të Vllaznisë sot në këtë fitore. Zemra, dëshira e madhe për me mposhtë edhe kundërshtarin, po edhe sistemin e pa drejtë me cilin po përballemi. Çfarë do të thotë kjo fitore për Vllaznin për vazhdimsinë e kampionatit? Skuadra jon është grumullu me vonesë, tashi ka hy në ritëm. Ingranazhet po funksionojnë mirë në kuptimin që lojtarët janë lidhur me njëri tjetrin dhe kanë filluar me njoft lojën e njëri tjetrit. Dhe besoj, siç e pat edhe ju sot në fush, dhurojmë spektakël. Siç bëmë në Pej, siç bëmë gjithë këto neshjet që kena pas kohët e fundit. Profesor, kjo është fitoria e 9 radhazi sipas statistikave në kampionat, por edhe në Ligën Unike Shqipëri-Kosovë? Do më falësh nëse nuk e mbaj mend për momentin. Mos u gabofsha është e 9-ta. Ne jena gjithmonë me kam tokë. Do i marrim neshjet me radhë, gjithsecilën, do jo përpiqena me dhanë maksimumin në çdo neshje. Kena një neshje shumë të fortë kundra Yllit ditën e mërkurë dhe me njëherë mrapa kena neshjen për kupë ndaj Teutës, gjithashtu edhe Elbasanin, por kena një javë shumë të ngarkuar me neshje. Fatmirësisht për ne i kena gjitha në Shkodër. Duhet rrim me kam tokë, ti marrim neshjet me radhë dhe nëse ne do kena këtë ritëm dhe ta vazhdojmë ta majmë këtë ritëm, rezultatet do flasin vetë.